Ladies and gentlemen, please get ready. We will make you thunderstruck. Pauli gati për shkëndia. Le të filloj boksi. Jurgen Uldedaj. Ka për prezantimin e vetë Andi Deçka në të gjitha mënyrat e veta dhe tashmë gjithçka vjen në dorë dy boksierëve dhe gjyqtarit të ringut. Ka filluar raundi i parë me kostumin e bardhë Jurgen Uldedaj dhe përballë tij me kostumin e gjelbërt është kundërshtari i Argjentinas Arganaras. Pupi do ta quajmë nofkën e tij ashtu siç rritet dhe Juri është nofka e Jurgen Uldedës, siç e thresin paktën shokët e tij të boksit. Ka që në fillim duket që në qëndrimin e tij janë boksier të kundërt. Argentinasi është një mëngjarosh ose southpaw. Pra është i krahut të majt, ndërsa Uldeda është boksier i krahut të djathtë. Është ndoshta e para kjo sonte që dy boksierët nuk janë të njëjtit krah, po janë të krahut të kundërt. Ka filluar në sulm që në fillim Arganaras, një boksier i cili si duket që në momentet e para sulmon ashpër Uldedën, i cili duhet të poshti sulmin e kundërshtarit. Ka lëshuar 3-4 të majta të radhë, por akoma nuk e ka përdorur të djathtën e tij, një djathtë e cila tenton në pjesën e poshtme. Përsëri një uppercut, ka lëshuar një të majtë të saktë në këtë rrot. Është një treshe e Pupit Argentinasit. Carlos Manzon është boksieri më i madh Argentinasit gjitha kohërave, i viteve 60, i cili arriti kulmin në karrierën e tij të boksit profesionist. E padyshim kur kujtojmë boksin Argentinas, kujtojmë atë. E ky është një përfaqësues i boksit Argentinas, një boks shumë i zhvilluar. Nuk ka javë që në Argjentinë nuk zhvillohen 3-4 takime të sportit boksit. Ka filluar ashpër ndeshjat, paktën nga Argentinasi, i cili kërkon që në fillim prezantohet si një boksier që nuk ka ardhur të tallet këtu në Shqipëri apo të luftoj kot, por të rrëmbej dhe ai brezin. E ka filluar intensivisht luftën. Është më i shkurtër se Uldedaj, është megjithse është 1,83 m gjatë dhe Uldedaj është 1,88. Ja, Uldedaj që punojnë mirë tashmë, ashpërsohet ndeshja. Një sulm serial i Argentinasit, por Uldeda tashmë jep goditje të fortë. Një djathtë e tij e mirë. Argentinasi ka marrë janë një 3-4 të tij, duhet ta përballojë dhe të shmangët. Gjithsesi deri tani ndeshja është krejtësisht e barabartë, ku her pas here Argentinasi me këto lëvizje dyshe kërkon dhe Uldeda të tregojë. Qëndron shumë më i mbledhur Argentinasi, më i lëvizshëm me këto lëvizje të para prapa me këmbë. Një boksier cili teknikë paktën deri tani mbrojt shumë. Ka rënë gongu dhe një raund i parë i cili kaloi ashtu si padukshëm shumë shpejt. Ne shpresojmë që regjia do të na japë disa nga momentet e këtij raundi më të mirat. Jemi në këndin e Jurgen Uldedaj. Jemi gjithmonë pra nga përsëritja e raundit të parë, si thash një raund ku u tregua shumë këmbgulës në veprimet e veta Argentinasi, në një luftë të fortë, por Uldedaj arriti në shumicën e rasteve ta përqendroi lojën e tij në mbrojtje, por edhe të kundër sulmoi. Por gjithsesi ja një goditje e pastër e majtë e tij. Kemi kaluar përsëri në transmetim direkt. Kërkohet dalja jashtë e sekondantëve, përgatitet të fillojë raundi i dytë. Një raund i parë i cili për mua ka qenë i barabartë ose një fitore e lehtë nga ana e Argentinasit, nëse do të gjykonim në planin e përgjithshëm. Gjithsesi shikojmë ç'do ndodhi. Vazhdon të sulmojë më shumë Argentinasi duke zëdhur dhe kundër përgjigjet Uldedaj. Padyshim çdo goditje e tij ngresallën në këmbë dhe duket që Juri ka vendosur ja e djathta
përdor gjithmonë një është e çuditshme që herë ka ndryshuar krahun dhe Jurgen Uldeta ka dalë nga bokseri krahut të djathtë në bokser mëngjerosh, duke ndryshuar krahun e vet të boksimit tradicional. Do shta kjo është udhëzim, shikoni se ç'bën Argentina si serial goditje shansore në distancë të afërt, goditje të cilët përfunduan pjesën e shpatullave të kundërshtarit. Një uppercut i bukur i Uldetës. Përsëri goditje bërë ti, është Argentina si që sulmon më ashpër tani në këto qaste. Qëndron afër, kjo lufte e distancës afërt i jep avantazh atij sepse është më i shkurtër, ka krah më të shkurtër. Gjithsesi, deri tani shikojmë një boksier Argentina shumë agresiv, shumë i dhën punëtor dhe që i shpërndan goditjet në të gjitha drejtimet. Lëviz mirë me trungun e ka, punon mirë edhe në distancë, por sidomos në afërsi është superior. Ja, ai jep goditje dhe ka dhënë një goditje të fortë tashmë Uldetaj. Ja, e drejt. Kombinojnë goditjet herë njëri herë tjetër. Është një ndeshje pa kompromis, një ndeshje e të dyve të barabartë. Deri tani nuk mund të themi se ka një superioritet nga ana Uldetës apo kundërshtarit i tij, është ai tashmë që godet, ndërsa shumica e goditjeve të tij janë në parakrate Jurit. Vazhdon të mos ketë asnjë moment të qetësie dhe nëse ka pauza, janë pauza shumë të shkurtra sepse të dy luftojnë ashturisht dy goditje. Jemajt ka kaluar përsëri në krahun e vet, në krahun e djathtë. Ja, një goditje ka marrë dhe ka dhënë. Një goditje e pastër e tij me të majtë të drejtë. Duhet thënë që në rast se do lufta në distancë e favorizon shumë Jurgenin, është në gjitha momentet që kjo luftë bëhet larg, ai është superior dhe në gjitha momentet kur të dy boksierët luftojnë kokë me kokë është superior Argentinasi. Gjithsesi nuk mund të përcaktojmë nëse ishte fitore e njërit apo të tjetrit dhe ky është një raund krejtësisht i barabartë me goditje herë të njërit herë të tjetrit. Natyrisht është detyra e tre gjyqtarëve. Jemi duke ndjekur gjithmonë përsëritjen e këtij raundit ku shikojmë veprimet herë të Argentinasit dhe herë të Jurgenit, i cili në një moment veçanërisht në fundin e raundit kur e mbajti kundërshtarin distancë, veproi mirë dhe krijoi avantazh ndaj tij. Ndërsa në gjitha momentet e tjera, si shikoni në këto momente, kur është afër në luftimin pra kokë me kokë, iniciativa është e kundërshtarit Argentinas. Përgatitet fillor raundi i tretë i luftimit. Me kostumin e bardhë pra Jurgen Uldetaj dhe me kostumin e gjelbërt është Pupi Arganaras Argentinasi. Si shikoni gjithmonë janë boksierë të krahëve të kundërt. I djathtë Jurgen Uldeta dhe mëngjerosh ose salak, siç themi ne në gjuhën popullore, është boksieri nga Argentina. Vërtet i bukur deri tani, në asnjë moment nuk ka patur momente të qeta, luftojnë të dy dhëm për dhëm. Dy raundet e para tepër të vështira për të krijuar një avantazh të njërit apo tjetrit. Gjithsesi kemi një Argentina i cili nuk ka ardhur të bëjë një shëtitje në Tiranë, por përkundrazi të tentojë për të rrëmbyer brezin. Atë brez që dëshirojmë aq shumë, por që nuk varet nga ne. Varet nga Jurgen Uldetaj, i cili do të ditë administrojë lojën. Në këto çaste ja është Argentinasi i cili sulmon shumë. Është një rrëshqitje në tokë, asgjë. Pavarësisht se kjo të krijon përshtypjen e avantazhit, por për Pupin, siç është kanë marrë një të majtë shumë të bukur, e ka fshikulluar nofkullën e filanit, një dyshje e bukur kjo.
Pra, si që thamë, në distancë të largët, ai është superior vazhdimisht, e dominon luftën. Kalor, ja është djathtë e majtë e Argentinasit. Nuk duhet ta lejnë në asnjë mënyrë të afrohet, ta provokojë gjetimet majtën. Shikoni se si e lë 5-6 goditje të Argentinës, donë se shumica e tyre në parakrate filanit, por gjithsesi këto lloj goditje t'japin avantazh. Ja është një dyshe përsëri e pastër e Argentinasit. Po lufton me të vërtetë një boksier shumë i fortë në planin nëse shikon atë, por janë 2-3 goditje të pasta të Uldetës. Ka kaluar në avantazh, loja kalon herë në njërin krah, herë në tjetrin. Është një ndeshje pa kompromis, asnjë moment pushim. Ka në momente që boksieri Argentinas shpalos të gjitha vlerat me goditje kombinative. Në përgjithësi goditje ansore për arsye se ai punon afër dhe duke punuar afër, e vetmja mënyrë për ta goditur kundërshtarin janë kroshet dhe aperkatet. Ja përsëri, është Uldeta. Ka ulur krahët poshtë dhe besa duket ka folur diçka dhe ka rënë gongu, ka përfunduar dhe ky raund. Ka përfunduar dhe ky raund ndoshta është në raundi më i mirë deri tani për Uldetën, sepse në momentet caktuara ka dhënë disa goditje të bukura dhe të pastra. Regjia na përsërit çastet më të bukura të këtij raundi. Në këtë moment është herë njëri në sulm Argentinasi dhe herë kalon tek Juri. Ja një goditje pastër e tij, kjo është një tentativë fransore me të djathtë e Argentinasit. Përsëri një e majtë ansore, punon shumë mirë me kroshet boksieri Argentinës. Përgatitet të fillojë raundi i 4 i luftës. Një luftë dhëmb për dhëmb nga të dy, një goditje e parë me të vërtetë e drejtë çengel shumë e bukur, e drejtë pra e plotë, e cila ja përsheshin si thush pjesën e poshtme të gojës. Duhen disa të tilla, ja, vazhdon 3-4 në tokë. 2, numëron arbitri. 3, ky është favori. Ky knockdown i jep shansin. Është pikërisht knockdown në minutën e parë të raundit të 4. Padyshim ky knockdown e kthen lojën gjithsej në favor të tij, por duhet mbajtur ky avantazh i krijuar. Është më shumë një rrëshqitje dhe ashtu ishte në fakt. Barabas është treguar i sakt duke mos numëruar, ndërkohë Uldeta ka dhënë dhe një goditje të pastër, duket që kërkon të bëjë diçka Argentinasi për të fituar pikë, ndërkohë Uldeta duhet lëvizje sa më shumë për të mos i dhënë shans Argentinasit pupi për të kryer avantazh. Gjithsesi goditjet e tij tashmë nuk janë atë forcën. Sulmon në pjesën e poshtme, ka marrë një goditje përsëri. Ja është. Nuk ka asnjë moment që të ketë një avantazh të plot në njërin apo në njërin krah. Kjo ndeshje mund të konsiderohet deri tani si një luftë e barabartë, herë njëri edhe herë tjetri. Shkëmbejnë goditje në mënyrë kavalereske të dy. Herë lufton Argentina si dhe 3-4 goditje dhe i duhet të mbrohet Jurit kuqezi dhe herë ndodh e anasjellta. Gjithsesi në sallë nuk pushojnë thirrjet Juri. Ja, është Argentina si tash që ka avantazhin përsëri. Jo, është qëndron ndoshta indiferent më shumë se ç'duhet. Mund të konsiderojmë një boksier jashtëzakonisht teknik. Është i ri. Vazhdon e fort lufta.
Ja një goditje tjetër e pastër, 3 goditje të Pupit Argentinas. E ndërkohë një majt në pjesë të kokës dhe ka marrë një kundër goditje. Duhet e shpeshherë duhet ta lësh sepse nëse i jep kohë të punoj, kundërshtari punon mirë. Ka përfunduar ky raundi 4, një avantazh të dukshëm edhe për shkak të knockdownit, është një fitore e Uldedës. Ndërsa dy të parat mund t'i konsiderojmë barazim ose fitore të kundërshtarit në të tretin dhe të katërtit, tashmë është Uldeda që kalon në avantazh. Ja dhe momentet e përsëritjes së këtij raundi duket fare mirë që tu është momenti që ka rënë në tokë dhe numëron arbitri. Tu është momenti që sulmon Argentina si Toni gati për raundin e 5. Arganaras. Përgatitet fillon raundi i 5 i ndeshjes, gjithmonë drejt për drejt nga Parku Olimpik i Tiranës, nderuar të shikues, në ndeshjen për titullin e kampionit botës për të rinj në versionin WBO, World Boxing Organization. Prezi i kampionit për të rinj deri 24 vjeç është vakant të titulli. Njëri nga këta dy boksierë sot do të jetë fituesi. Padyshim i vetmi rast që jo është në një barazim, por le të shpresojmë që jo. Le të shpresojmë që do të jetë Jurgen Uldedaj fituesi i saj. Ja një goditje pastër e bukur, teknike. Gjithsesi kemi një kundërshtar me të vërtet dinjitos, një boksier i cili edhe nga rekordi i tij duket ka 7 fitore, 22 vjeçar, shumë i ri. Besojmë që boksi në Argjentinë fillon në mosha të vogla, ashtu si fillon shpesh në Amerikën Latine. Ja, është ai që sulmon vazhdimisht. Shikoni se sa këmbgulës dhe sulmuesi. Duhet janë disa goditje që shkëmben ai. Janë 3 gjyqtarët që gjykojnë ndeshjen, italian, spanjoll dhe gjerman, që do të vlerësojnë me pikën në fund të këtë ndeshje. Padyshim këtu nuk ka kompromis, nëse në ndeshjet e tjera kryesisht gjyqtarët ishin gjerman, por gjithsesi gjykimet e tyre ishin një goditje bukur e Uldedës. Ndërkohë shikoni se sa sulmon, sa i ashpër është Argentinasi. Me të vërtet një ndeshje e papar. Një ndeshje që i ka të gjitha vlerat, me një kundërshtar dinjitos, nuk pushon asnjë moment. E ajo që të çudit është ka një qëndrim shumë të përkullur, por deri tani ai është me të vërtet dinjitos. Mendojmë që sot do të jetë paktën deri tani nga që shikojmë, do të jetë nëse ka një fitore, do të jetë një fitore tepër e vështirë për Jurgen Uldedën. Nga të gjitha parametrat që shikoj të ky boksier është me të vërtet fantastik. Ka përfunduar dhe ky raundi i 5, padyshim edhe ky një raund i dyshimtë nëse është fitore në një krah ose në një tjetër. Në përfundim të çdo raundi, siç e shikoni, 3 gjyqtarë danësor dorëzojnë verdiktin e tyre tek gjyqtari i ringut, i cili arbitri i ringut, pra i cili 3 letrat e gjyqtarëve i merr dhe i çon në përfaqësuesen e federatës, në atë që
ka ardhur nga Federata për të vendosur në tabelën kryesore pikët. Le të kalojmë tek përsëritjet e raundit të 5 pra, ku shikoni ka qenë në momente ku Argentina si Pupi Nikolas Arganaras ka qenë në avantazh. Përgatitjet fillore raundi i 6 ka përfunduar gjysma e ndeshjes, fillon gjysma e dytë e saj. Është fillimi i qetë, duket sikur është në tërheqje Argentinasi, është iniciativa e Jurgen Uldetës ashtë në qendër të ringut që të dy. Deri tani ka pak goditje. Ende asnjëri se ka marrë iniciativën për të filluar një sulm më të fortë, me të majtë vazhdimisht, po tash boksieri mëngjerosh Argentinas ka një të djathtë të vazhdueshme, e cila më shumë përdoret kur hyn në luftim të afërt, ka marrë goditje drejtë me një të djathtë, me të majtë të drejtë pra. Përsëri e majta, e djathta, majta dhe ja përkudi. 3-4 goditje të sakta të Jurgen Uldetës. Të duhet bëj. Mendojmë që është deri tani asnjë gjë për Argentinasit. Mund të jetë e para goditje e tij, duhet Uldeta tash të godas. Ndërkohë një dyshe e Argentinës në trup. Tenton një uppercut me të majtën, por ndërkohë është zgjuar nga ajo në minuta e parë e qetë e Argentinës, edhe ai intensifikon goditjen. Vazhdon me djathtë të majtë. Ka gjithmonë të djathtën të parë, sepse është boksori krahët kundër, pra. Në përgjithësi bokserët goditja e dytë është më e forta dhe ky dytë ka të majtën. Treshe e tij. Ajo që kërkon vazhdimisht të sulmon për t'u afruar kundërshtarit. Shkëmben goditje të forta tash në këtë moment dhe ka dhënë një goditje. Një super ndeshje kjo e sotmja, me të gjitha parametrat e një lufte të pamshirshme. Herë një kundërshtar me të vërtetë shumë i fortë, i cili në çdo çast të lufton dhëm për dhëm. Si thash edhe pak më parë, nuk ka ardhur për një shëtitur në Tiranë, por ka ardhur për ta rrëmbyer brezin. E i duhet të mjaft punë Jurgen Uldetës në këto 4 raundet e tjera që mbetën. E filloi shumë mirë në këtë raund të 6. Në gjysma e parë ishte për Jurgen Uldetën, por në pjesën e dytë, në fund me veçanërisht në minutën e fundit, u tregua më agresiv boksieri Argentinas. Le të shikojmë edhe një herë pamjet në përsëritjen që na bën të mundur regjia. Ja, këto janë momentet kur në fundin e raundit, në vendosur në këndin neutral, ku qëndron arbitri i ringut, ka në pamjet parë të Juri Uldetës. Mbeten edhe 4 raunde, i 7, 8, 9 dhe i 10 pra, me kostumin e bardhë është për ngjyrat kuqezi. Jurgen Uldeta dhe me të gjelbërt Argentinasi Pupi Arganaras.
dy boksierë që nuk e ka njohur deri tani humbjen. E nëse le të shpresojmë që humbja e parë do të kaloj për boksierin e Argjentinas, por i cili deri tani tregon, shikoni çfarë sulmi serial me 7-8 apo më shumë goditje. Ja, një goditje e plot, 2-3. Do ishte mjeshtrore. U zgjua Uldedaj pas atij sulmi serial, po duhet themi që nëse jepen nga Uldedaj jepen më pak goditje, por ato janë më të forta. Kurse Argentina si jep më shumë, ndonse nuk ka precizionin dhe saktësinë e Uldedajt. Shumë të përkufizohet kjo ndeshje, të paktën deri në këto 7 raunde të parë, ku sulmi organizohet më shumë. Ka një goditje në pjesën e poshtme, në brez, dhe sulmon gjithmonë Argentinasi, ka marrë një goditje. E tham dhe njerë që në distancën e largët, ose në gjysmë distancë, Uldeda është superior. Vetëm në momente që afrohet, ai kalon avantazhin ka tjetër. Ja, është hapur i cikë, është ta shpërsuar shumë ndeshja dhe këto momente janë shumë të mira për Uldedën. Është ai që shikoni se si vazhdon në të rralla klinqe, ka shumë pak klinqe në ndeshje. Ja, sulmon Argentina si gjithmonë nuk do ta lej afër. Edhe 20 sekonda që të mbyllet ky raund, një raund më i mirë për Uldedën ky. Juri ka krijuar avantazh në momentet caktuara, duke e mbajtur me këtë të majt, duhet ta vazhdoj gjithmonë ta mbaj kundërshtarin distancë dhe t'japi djatë. Vetëm kjo i jep avantazh. Sekondat e fundit që të mbyllet ky raund dhe mbyllet. Një raund më i mirë për Uldedën. Shpresoj që raundet më të mirë kanë qenë i treti, i katërti dhe ky i shtati, ku ka qenë më superior. Gjithsesi ky, të nderuar teleshikues, nuk duhet merret për ky është mendimi im, sepse jemi duke ndjekur përsëritjet. Pra siç e thash, nuk jam unë që jap verdiktin, janë 3 gjyqtarët, pavarësisht se siç e mendoj ndeshjen, janë ata që japin verdiktin kryesor. Ky është ai sulmi i fuqishëm dhe pas tij ka një shpërthim të Uldedajt. Ishte një goditje seriale, 7-8 goditje të Argentinasit. Dhe përgatitet filloi raundi i 8-ti. Ja, është momente kur Uldeda është superior. Raundi 8, edhe 3 raunde që të mbyllet sfida. Një goditje pastër e Uldedës. Përsëri e Uldedaj. 3-4 goditje të janë momentet më delikate të ndeshjes. Janë 3 raundet të cilët do të përcaktojnë gjithçka. Ja, përsëri Uldedaj. E ka vënë kundërshtarit, duhet ta mbajnë gjithmonë në presion për të mos i lënë asnjë shans për të sulmuar ai. Nuk duhet, ja, këtu vepron keq, sepse ai duhet ta mbajë me të majtën. Shikoni se si në momentet caktuara i lë hapësirë kundërshtarit për të kundërsulmuar. Dhe në momentet që e mban këtu, ai është superior. Kjo është taktika e kësaj loje. Natyrisht trajnerët edhe vetë boksierët e kupton këtë, por shpeshherë është e vështirë ta realizosh. Fitore është Salla. E kërkojnë me dojë mos fitoren. Ka ulur duart tashmë. Një goditje poshtë dhe dy goditje të forta. 3. Por Argentina si nuk lodhet, është me të vërtet një boksier i palodhur. Në çdo moment të sulmon, është ai që ka zotruar gjithë kohën mesën e ringut, që ka sulmuar i pari kundërshtarin e tij. Ja, edhe një goditje mirë e tij. Ka qenë një majtë që e ka fshikulluar novullën e Uldedajt.
vazhdon. Gjysma e parë ishte shumë e mirë dhe është rizgjuar përsëri në këtë fund raundi, kur po hym në minutën e fundit. Tashmë Urdeta, një goditje e majtë shikulluese, nëse do të ishte dhe fortë